tashmë e dini propozimin e lëvizjes vetëvendosje, që në takon si e drejt kushtetuese, është zonja Albolena Haxhiu. Ajo çfarë duhet të ndryshojë është shndrimi për të bllokuar i opozitës, që tashmë jemi dëshmitar disa vazhdime radhazi që vazhdojnë të votojnë kundër ose të mos marrin pjesë në votim. Ideja është të ofrojmë edhe në një mundësi tjetër votimi, në pajtim edhe me frymën e kushtetutës, interpretimin e kushtetutës në vitin 2014, letrën e presidentes, që kërkon që të gjendet rrugdalje, pra të gjendet mundësi për zhbllokim e jo të shihet për taktizime për bllokim. Pra, ideja është që votimi i fshehtë do të ofronte mundësinë më të mirë për shprehjen demokratike të vullnetit të lirë secili deputet dhe mendojmë që kjo do të jepte zgjidhje. Prandaj pse të mos i jepet një shansë edhe kësaj mundësie që të shihet nëse kjo e zgjidh situatën. Nëse jo, pastaj mund të shohim. Por ideja është që kushtetuta e kërkon, sipas interpretimit vitit 2014, që secili deputet duhet marrë pjesë. Po nëse s'ka quorum, i bie që deputetët nuk po ushtrojnë funksionin e tyre, përgjegjësinë e tyre që u takon sipas ligjit. A praktikohet sot formë tjetër apo fshehtë? Faleminderit.